Organizoj popullin me ka mundësi të njëre njerë. Patrol, hajde, radhës tjetër do të marrë telefon të E kemi mbajtur shënim neve si këshirë, tani do të jetë. Në momenti që neve... lutem, jo më jo. Mos do të më vjen në qeveria. Mos një person le të marrë Në momentin që bëhet një kërkesë, do të kishte drejt një përgjigje, do ta bëj dhe me shkrim. Tani këtës në Nuk e lejoj. Siç kemi lejuar me thënë bashkisë ka ardhur qeveria juaj u jep fondë. Jemi qytetarët ne nuk do ta bëjmë qytetarët. Ata do të sjellin kërkesat e tyre. Po e lam sta vazhdojmë atë po e lam. Konkretar, me përgjari që sjarore, ne një gjitha sa më Sjarore do të Në pjesën e ne. Dhe ta ulati po sjarore shumë mirë. Toleroj një tjetër në fjallë një lidhë. Ai jeti me problemet e vetë, të ngrinë me këshilltarë, ka shumë zëri. Përgjigje do ja tek Okej, ta respektojnë. Tani ai kryetari e mendoi atë problemin e tij me zë të lartë. Jo, kemi të dhe i themi U qelja grida zëri. Jo të bëj reklam tani të bëj propagandën e bashkisë. Se do zgjatim një akoma. Ta vazhdojmë atë Ja se ka kërkuar fjalën zoti Katrin. Unë përfitoj nga fakti që ndodhet këtu institucion e prefekturës, do të isha qef që të ishte dëshirë në qef, që të ishte dhe institucioni i qarkut, sepse ai ishte antari i qarkut. Nga nga tjetër, fakti që ishin këta qytetarët, do të ishte më mirë si për problemet ishin pak më të civilizuara midis. Mendoj se bakteria është kanë atyre, edhe që i ndikuar ishte, dhe adite në përfundimin që bakteria nuk ardhur për të zgjedhur problem këtu, po ka ardhur për një parë është punë e tia, por desha të drejtojnë në prefekt. Ju dhe tha se vate kryetari i bashkisë dhe falenderoj për këtë gjë sepse ne kemi të domosdoshme. Po duam të dim nëse ju a janë ngritur një shqetësim të vogël, kush është arsyeja që ai nuk lejon institucionet për kapse të bashkisë të mos vinë në bashki. Kush është kjo? Ku e gjen këtë fuqi ai të pengoj dhe për punën që ata kanë për detyrë ta bëjnë, ai nuk i lejon të bëjë. Faleminderit. Faleminderit qytetar. Misioni im ndaj ishte ndaj shkollën atje për këtë problem dhe ngrita arsyeën që arsyeja është bërë e njëjtur që 3 muaj më përpara kur ju i keni nisur një shkresë prefekturës, mos funksionon. Dhe ai vazhdon të këmbgul në një kërkesë që i është drejtuar Këshillit Bashkiak për një mbledhje të jashtëzakonshme. Ai mund të ketë mbledhje jashtëzakonshme, një mbledhje pra unë po thash për një kërkesë, jo për mos mund ai bërë një kërkesë, ju i keni kthyer një përgjigje pretendimi kryetarit ishte që unë kam bërë një kërkesë, kam të drejtën time të bëj mbledhje jashtëzakonshme, po ke të drejtën tash të bësh kërkesën, pastaj miratimin e bën kryesia e Këshillit apo asambleja e Këshillit. Kjo ishte përgjigjja. Dhe i jam drejtuar forcërisht prapë dhe miqësisht i kam thënë. Këtu nuk po ndëshkohet as kryetari i Këshillit, as kryetari i bashkisë. Po ndëshkohen qytetarët. Mos funksionimi dhe ta paguajë ai qytetarit nuk ka sens ligjor. Ai ka nguli përsëri prapë. Ju pjesës ligjore, edhe ju do i drejtoni përsëri pjesës ligjore. Jemi dakord. Në institucion përsëri se një shkresë kemi bërë Ministrisë së Brendshme. Brenda javës do i bëhet shkresë e dytë Ministrisë së Brendshme, Ministrisë së Pushtetit Lokal, se ju do kryeministri. Por që të veprojnë këto, duhet një vendim. Bashkia ngatron detyra. Kompetencat e Këshillit janë kompetencat e Këshillit. Nuk është në kushtet bashkia të hyjë në kompetencat e Këshillit.
pretendon bashkia të kërkojë llogari këshillit, ndërkohë që është anasjellta. Deri këtu ka arritur bashkia me Maliaj kundrejt këshillit bashkiak. Këshilli bashkiak është i përgjegjshëm, edhe kur dje para se krijoj kjo situatë, ata ishin me probleme në dokumentacion, i kemi këshilluar, i kemi mirë kuptuar, për të mos penguar atë popullin, ata banorët që janë, sapo e tham pak më përpara, me probleme nga më të shumta, për mos u dalë pengesë, i kemi mirë kuptuar dhe i kemi kaluar me radhë. Tani ka ardhur përballë faktit se kur i kupton shumë edhe nga ana përgatitjes materialeve, se as materiale nuk ishin që në kryet herës nga ana e bashkisë. Ata sot vinë dhe pretendojnë të kontrollojnë këshillin. Kjo është problemi. Nëse ka pasur kërkesë nga bashkia, nga kryetari i bashkisë për mbledhje ashtrave dhe ka qenë një emergjencë dhe nuk është konsideruar në kryesia e këshillit bashkiak, atëherë hajde të ulemi ta diskutojmë absolutisht në gjykata. Por ti teket kryetari i bashkisë që të kërkojë një mbledhje ashtrave, thjesht se duhet të ndryshojë, duhet të arrijë një synim, që është normale, mund ta bëjë mbledhjen e radhës, ka nevojë për kaq kakofoni, atëherë kjo është problemi i tij. Edhe do të krijoj këtë problem që unë jep problem pastaj më pas qytetarëve dhe nuk e ka vëmendjen absolutisht tek asnjë qytetar. Në fokus nuk është qytetari për të. Kaq. Dhe nuk ja faturon dot këtë problem këshillit bashkiak, se këshilli bashkiak është këtu. Si sot në çdo mbledhje ka qenë këtu. Sa më shpjeguar faleminderit shqiptare. Këshilli bashkiak nuk është organi i bashkisë. Është organizim. Është i pavarur. Këshilli bashkiak është institucion më i lartë se bashkia, sekretari i bashkisë. Pra, nuk mund të arrijë kryetari i bashkisë të kërkojë llogari këshillit. Por këshilli e merr raport dhe i kërkon llogari, sepse çdo gjë sot në këshillin bashkiak dhe kudo bëhet çdo gjë në votë. Në votën e këshillit bashkiak. Pra, është këshilli bashkiak organ më i lartë se administratë. Këtë do të kuptoj bashkia. Se ka kuptuar dhe ai që nuk zbaton ligjin do të shkojë në penjë. Absolutisht. Po të vëlla. Edhe unë duhet të shtroja diçka në detaj për kërkesën me që kryetari e përmendi tani. Madje në mënyrë informale ka përmendi të dikush ka si negociatori ka thënë që po ata duhet ndisin kur doja unë, jo kur duan ata. Pra, dhe ja ty arrin. Madhështia. Jo, është vërtet, jo. Madhështia, po gjithsesi, ideja është i nderuar zotin prefekt, vazhdimi prefekturës këtu, ideja është që përveç se dëshirës dhe më fali për shprehjen e epsheve psiqike që kanë këta për të kontrolluar këshillin e për të bërë historia, këta janë dhe shumë gabim në shkresa. Unë po ju marr një rast që ta kuptoni dhe ju se ndoshta nuk ju arrin, që gjithë kjo mesele ka ardhur si shkak i një shkrese që kërkonte një mbledhje jashtëradhe. Jo emergjencës indetyruar, siç e keni, po një mbledhje jashtëradhe në 4 korrik. Për të lutem, për të njëjtin këshill që ndatën 30, për të njëjtin vendim që ndatën 30 nga këshilli nuk ishte merretur. Dhe më e bukur, që është jam i tot, e kësaj shkrese është që ne na dërgon një shkresë për mbledhje në datën 4 korrik. Dhe thuhet që dua të bëj të mbledhje me këtë objekt dhe ligji thotë që ti mua më kërkosh mbledhje jashtëradhe, duhet ma argumentosh, pra kush është argumenti. Dhe bashkia ka që përndritur që do na hedhin në gjyq, thotë ne thotë në shkresë e kërkojnë të mbledhje jashtëradhe për shkakun se është e domosdoshme. Pra nuk ka një argument se është e domosdoshme. Dhe ligji e thotë që kryetësia e këshillit nëse s'ka argument nuk duhet bëjë mbledhje jashtëradhe. E dyta, ka një procedurë për mbledhjen jashtëradhe, që zgjat nëse do t'i merrem me detaj me mbledhje zgjat 15 ditë pune. Nga data 4 korrik, që ka bërë zotëria, që do na hedhin gjyq dhe bujrum, se do shkoj vetë do ta bëj, pa avokat. Që nga data 4 deri në mbledhjen e radhës që ne do të caktoni, i binde as i binde 15 ditë pune. Zotëria ka nxituar dhe në datën e njoftimit mbledhjes. Zotëria dhe zotërin kanë nxituar aq shumë sa që për 10 ditë kanë shpallur sa votim, kanë shpallur grev. Në këto kushte, unë kam 2 pyetje tash për ju. E para, duke qenë se ata kanë konfirmuar
personalisht, kryetari i bashkisë që unë po sabotoj këshillin pra me vetdije, personalisht, si person, por në dijen time, ka dërguar dhe një shkresë juve që këshilli nuk mblidhet dhe ai po bën protestë, me sa duhet. Ishte drejtori nga ti përgjigja. Jo, e ka dërguar këtë shkresë, unë po sabotoj këshillin. Sabotim jo, po a e konsideron prefekti bazuar në ligjin, pra, institucione, juristët tuaj, e konsiderojnë këtë akt të bashkisë si një vetgjyqësi? Se si që thatë ju, në qënë të në gjyqja një, se të bëjë vetgjyqësi kryetari bashkisë? A e konsiderojnë kjo vetgjyqësi? E para. Shqiptar, ja. Të lutem, ta marrë. Do të jam përgjigjen të kësaj pyetje, direkt me një dolar. A e konsideron prefekti apo jo? Shkresës suaj, që ka ardhur nga këshilli, i këtë përgjigja ligjore me jurist dhe ju është lexuar juve këtu. Po. U shlezuar? Po, e kam. Unë po e flasë sa, unë e dua gjuhën time. Unë e dua gjuhën time. I mbani? Ligji ka të lutem, jo. Kryetari i mbani, ose rebane e çdo mbledhje, në prefekt të lutem. dhe i paketoni përgjigjet e prefekturës, përgjigjet e Ministrisë të Rastë dhe Rregullimi, i paketoni i mbani Unë e dua përgjigjet, sepse ligji ka shkelje, lutem. Unë e dua përgjigjet. Me ato shkesa do përballet. Lutem, unë e dua përgjigjen në gjuhën të bëjmë pyetje. A konsiderohet kjo vetgjyqësi apo jo? Kaq. E dyta. Nuk ta thot prefekti vetgjyqësi, do ta thot gjykat. Bazë ligjore, prefektura i është drejtuar dhe bashkisë, kryetari i bashkisë dhe juve. Se si duhet funksionoj. Po, dakor, dhe mora përgjigje. Vetgjyqësi nuk ka. Për mua është vetgjyqësi. Për mua është vetgjyqësi. Dhe tjetra. Ju me thatë që pak më parë që cënohet nëpërmjet ligjit, cënohet autonomia pushtetit vendor. Por nuk ka një mekanizëm që, sepse siç po cënohet, qofse më hyn qeveria, po themi ne, cënon autonominë e pushtetit vendor, po cënohet dhe funksionimi i këshillit nëpërmjet pejkalimit të kompetencave të kryetarit të bashkisë, të cilat janë të përkufizuar në ligjin qartë, dhe ai nuk po i respekton. Tani, unë kam një pyetje përveç institucionet kontrolluese të shtetit e tjera. Po mirë, në këtë rast, nuk bëka do të kryeministria ndërkohë partia i mori atje dhe u kërkoi për paketën e malë sot se duam, ajo. Jo, është një edhe kryeministria, o ta ulak, po si ka ato probleme se dhe kryeministria, nuk e pron dot. Pa një vendim qytetar. Ka objekte kontroli, ka institucione kontroli, ku jemi në një proces në Tiranë që pa vendim gjyqësor nuk veprojnë, edhe ku ka vendim gjyqësor, u vepron dot as kryeministri, as prefektura. Pa vendim gjyqësor. Gjyqi ka sentirë pas një viti. U vepron Andaj ju sugjeroj, drejtojnë problemet në gjykat. Në qoftë se një përgjigje Po pa tjetër. Se po flasim të vot, në 2-3 herë edhe marrim fjalën që e para njerë dim ku kemi ngelur aty në rendin e tij. Po, jemi te pika 3 për të cilën nuk na ka ardhur dhe pika 3 ju e dini se ndoshta duhet t'u lexova në fakt, për dhënien e ndihmës ekonomike për 6% që duhet të kalojë për ata njerëz. Për atë po diskutojmë se s'na kanë hapur ato materiale. As problema ato për eksion në një seancë përgjigje me zotrinë. Jo, nuk kemi pse ta, nuk kemi pse ta vëmë, ne falenderojmë që është sot. Tani, ai që në kryet fjalës, sqaroi dhe pozicionin, edhe problematikën, edhe mbyllin në mendimin tim, në gjykimin tim, ai tash kjo punë duhet zgjidhur me gjykat. Tani, bim retorika, kemi 4 muaj që bim retorika, po pse ai kështu, po pse ne kështu, po pse ashtu, pse ja që ndonjë gjërat edhe nuk i pranojmë para faktit. Nuk është as mbledhje parë, s'ma duhet tjetër as e fundit. Që ne rrim këtu dhe bim gjyqje kështu publike imagjinare. Ne jemi para faktit, edhe u përcjellje kolegëve që ne jemi lartësinë e detyrës
Dhe të atyre që kemi marrë pësivë. Duke filluar që nga antarët e komisioneve, kryetarët e komisioneve, të shikojnë çfarë do të ligji, çfarë do të rregullojë, edhe të ndërmarrin nga nisma ligjore, që të jemi ne në rregull me atë ligjet tonë. Vjen qytetari janë po edhe në problem, ne nuk duhet ta kalojmë personale. Qytetari haqe ka. Ngrit zërin nga shqetëson edhe neve se ne kemi ato probleme tonë. Ai ngritë problemin e ujit. Kush e ta ngoj këshillin që komisionet përkatëse, qoftë e financës, qoftë e infrastrukturës, se ta jap ligjin, të drejtën. Jep të drejtën njëkohësisht e këtë detyrim që ta zbatosha. Në nerin 36 të rregulluarës, po ta lexosh, komisioni vetëm kontrollon punën. Vete bje derës, nuk të vjen, e njofton, nuk të vjen, e troker në derë atje. Qa mu bëhet me... Akoma dakord, e kalova. E morat me qenë shqetësim me qytetari, se dhe unë qytetari, janë dhe unë pa ujëm. Orientohet, atër me shkrim dhe djetë komisioni që ata Nuk më intereson procedura, se sa më intereson... Po jo pra, sepse kur ka një rend, kur ka një kryetar, kur ka një atar që të duke folur, nuk të hynë do ti dhe unë. Kjo ata më njëjtë, kam i të nisbet e mi. Nuk na mungon ajo intelekti, zëmërgjësia, zgjorësia, aftësia, kultura. Ata morën, dikush i ka agje, ishte e thjesht, ajo, për cilën ne do të përgjithshim me atë kulturë që na takon. Patrishin, no? Po ishte orientuar, se një tek unë, ai vajti tek ai që quhet vandal. Dhe ta bura u bini se morën shkas në dorë. Nuk do merremi. Orientohet qytetari, ta shkruaj dhe ti merr në konsiderat shqetësim. Po s'orientohet të orientimi është kryesori në atë rast. Shumë mirë bërën, unë thash ju e dëgjuat, dhe duhet një orientim nga ana jo. Nuk e di Smeraldi besoj e më devijua të ndërpreu Peçua. Po të njëjtën gjë u bë pak më përpara, kështu që u bë me kolegët më përpara. Jo lutem, o Smeraldi. Unë e kam edhe besi, kur më drejtuesh O Smeraldi, se s'do merremi tani me emër mos unë, se duket sikur e kemi personale. Ne s'kemi në Absolutisht. Jo, nuk kemi, vazhdojnë. Falenderit, falenderit. Jo këpër përkundrazi. Nuk e di, ju lutem, me që se jemi edhe falenderit. Dhe pika 3 dhe pika 4, ju lutem, se ka mundësi të vazhdojmë një mërëdje se po e bëjmë qikësit, nuk e di pse duhet ndodhi kështu në këtë mënyrë. Se plus i po e bëjmë në ndërje lajt tani dhe duhet jeni qikë për të kujdesshëm, ka ndodhur e kundër ta. Dhe tek ndërja e parë, dhe tek kjo e sotme. Lutem se unë kërkova Fjallën? Po, unë të thash që pak. Se jeni që s'o ka ardhur në prefekti, në emër të prefekti, kjo duhet kishtë ndodhur më përpara, sepse që përfaqëm kemi 4 muaj, që unë për vetën time në duket vetja për vi këtu, dhe nuk marrë një vendim për komunitetin, që është mbledhja e këshillit. Duhet të vendoset autoriteti i këshillit ka. Që është mbledhja e Edhe prefektura ka të drejtë. Ndaj, unë shikoj edhe tjetër të prefektura nuk është dhe e mirë informuar. Nuk duhet na thot në prefekti që kjo punë zgjidhet me gjyq. Si do ta zgjidhim me gjyq tani? Vemi ne si këshill, e themi në gjyq kryetarin e bashkisë, e hedhim në gjyq këtë se nuk na bie dokumentat ne. Kur ka ndodhur kjo dhe kush e pazuar në gjyq? Jo. Në qoftë se kryetari i bashkisë thotë që unë do vete në gjyq, edhe ai nuk ta akuzon dot, nuk ta hedh në gjyq për një çështje të tillë.
Kjo është e papranueshme dhe këtë s'duhet ta pranoj as prefektura. Këtë mendim të atij që duhet ta zgjidhin me gjyq. Si mund të jetë? Unë nuk e kuptoj. Pyesin këtë doni nga juristët dhe do habiten. Se nuk e ke as në ligjin e pushtetit vendor të shkruar, as në atë në kodin e procedurës se çfarë janë ato merat. Por prefektura, unë kam shprehur pak nesër time edhe në mbledhjet e tjera. Prefektura 1, Këshilli i Qarkut 2, Ministria e Brendshme 3, Sekretari i Përgjithshëm i Kryeministrisë, urgjentisht duhet kishin marrë masa, jo për një si këshilltar, po për ata njerëzit. Kishte hedhur para ca ditësh kryetari i bashkisë këtu, në Facebook, një takim që kishte bërë me kryeministrin, me shoqatën e kryetarëve të bashkisë. Ky qenë nën kryetar i shoqatës, edhe bravo i qoftë, i pas kanë bërë nder ata që kanë zgjedhur në kryetar, është nder edhe për bashkinë tonë, sepse nuk është ndonjë gjë e pak, dhe atje kërkoi që më shumë autonomi për pushtetin vendor. Shumë bukur, jam plotësisht dakord, ta kërkoj me të madhe. I heki vetë edhe Edi Ramës veshët, po është i zoti për të leti marrë. Po ky që kërkon atje lata, këtë pavarësisht pushtetit vendor, me çkura jo me çguxim, kërkon të vendos mbi Këshillin e Bashkisë. Kur dihet që organi i Këshillit të Bashkisë është organi i vendës. Po të hekim paralelismat, unë e kam thënë në mbledhje dhe më duket se u kritikova të është si kur vend. Këshilli i Bashkisë është si parlamenti atje lart. Dhe kryetari i Bashkisë është si kryetari i qeverisë. Neve kemi ngritur probleme plot këtu. Edhe prefektura duhet të jetë më në dijeni të këtyre fenomene. Nga atë parë duhet ta sqaroni ju si kryetar, sekretaria, jo vetëm me shkresat, se me shkresat janë gjëra të tata në fakt. Jo vetëm me shkresat, po me takime tet a tet. Siç erdhi sot, vinin edhe juristët e prefekturës. Se s'kemi juristë, nuk jenë. Ju thoni administrata, edhe administrata publike ka për detyrë të zbatoj ligji, ka ligj veprojnë bazë ligjit. Dhe duhet të bjerë dokumentat këtu. Mund t'ja kthej një herë atë situacion kryetarit i thot mos i qoftë, po herë në dy dhe administrata duhet të shumë kryetar, edhe unë kam një parë, duhet t'i bjerë. Si nuk shqetësoheni juve andej për këto gjëra? Dhe e more vesh çfarë populli atje? Gjithë kjo situatë, gjithë këto pasoja negative, na janë veshur ne Këshilli, sikur ne jemi mbledhur. Ne jemi mbledhur nga 2 herë në muajtore. Qëllimi ishte kemi nga 2 mbledhje që të bie kjo ndihma ekonomike për ata qytetarë. Ndërsa juve thoni ato i dërgojnë këtu, jo, duhet të ishin bërë. Unë them që prefekti, ti, kryetari i Këshillit këtu, e 2-3 vjet pas tjetër, lini takim në zyrë me kryetarin e bashkisë, urdhër. Zoti kryetari i bashkisë, je përpara kësaj situate. Ne i kemi parë, ju duhet të njiheni me gjithë procedurën të zhvilluar në këto 4 muaj, e ti thoni atij me jurist, ke këto shkelje vlla. Unë po të paralajmëroj, brenda 15 ditësh, nëse ti nuk çon dokumentacionin, urdhëro, a do paketë në marrëve, a duhet kaluar kështu? Po se kjo ka dhe këto të tjera, të bursa to. Si duhet vepruar në këtë situatë? Juve s'duhet për këtë problem, se unë se kam t'juar në asnjë bashkiore. Edhe në asnjë vit, në asnjë legislaturë. Për këtë problem, në bërë takim në prefekturë me kryetarin e bashkisë. Ka qenë asistencë dhe kryetari i bashkisë i Gjirokastës. Është bërë thirrje dhe nga institucionet e tjera. Edhe unë tani, si thash, erdha pasi zbrita nga kryetari i bashkisë. Por ti thënë, për të vënë në prioritet, për t'i vënë në prioritet asistencën e kryetarit. Je me vonesë. Pastaj ai le ta vazhdoj pjesën e gjore. Jeni të gjithë me vonesë. Pjesën e gjore nuk kemi punë si këshilltar. Unë vazhdoj me pjesën tuaj kam marrë, se nuk mund të vi dot. Lutem ti dish edhe ca gjëra tjera. Ja mua më shpreh 2
muaj shpërblim. Se unë një muaj kam marrë lekë e kryetari këshillit. Edhe atë mbledhje ka marrë ditën e mbledhjes në atë orë, e ka drejtuar Petri Plumani, unë ka marrë sekretaren e i kanë thënë të hyj online qofse nuk kemi plotësuar numri vetëm për këtë 6%. E pranueshme. Ashtu. Mbledhjen e dytë korrik, kam qenë smur, unë kam dokumentacionin, kam 3 muaj që kam qenë, që jam smur, edhe sot mund mos kisha ardhur, se për tillë e kam smurjen, dhe po vi kam ardhur e 2 herë në muaj të shkoj. Dhe 2 herë në muaj. Tani gjyq do vete unë ta hes atë që më ka bërë. Jo ai mua, përse do më hetë në gjyq, çfarë do më akuzoj? Do të na trembaj, ky shantazh I hapur, nuk e kuptoni juve? E kuptoj. Po çfarë ai do të na mbyll gojën ne shqiptarëve. Sepse nuk u kalua X dokument që ishte antiligjor. Dhe ajo mbledhje jashtrave që kërkon ai. Nuk keni sqaruar ju se keni parë. Ka afat kohor. Ajo pikë është trajtuar në mbledhjen e kaluar të Këshillit, nuk u ashtu për mungesë dokumentacioni, ai thot dua unë tani. Si e toleroni? Është e patolerueshme. Ju më thoni pa vendim pyetje. Pa vendim pyetje. Jo shikoni se ai si e toleroj, sepse është vetëm pjesë e ligjit, nuk ka më tolerim këtu dhe urgjentisht duhet kishit vënë në lëvizje levat për kace. Një nga ato u a them unë, ja, kjo e kontrollit, që e dha vesh në dalë komisioni, le vi kontrolli shtetit aty. Hajde një aty të shikoni, se do zbuloni Gjevahire. Gjevahire do zbuloni, edhe me fatjes në këshilltarëve, Gjevahire do zbuloni. Ta dini, me një kontrol në shtetë e bjeremi aty të shikojnë. Ne do ta, edhe institucionet që do ta bëjnë, se e ka bërë detyrë, po edhe ju, bëni një kërkesë kontroll nga shteti, si këshilli. Drejtuar, Këshilli Bashkiak do të kontrollojë larg shtetit. Kërkojmë kontroll e larg shtetit. Po deputetët, mos I ngadro. Çfarë deputet do të merrë Këshilli Bashkiak? Mos I ngadro, profesor. Çfarë deputet? Mos I ngadro tani. Deputet me probleme e Këshillit Bashkiak. Po, është problem ligjor. Jo, ne kemi dhe të tjera pika. Të dëgjojmë Xhevitin. Edhe në 12 pa në shpegojtë sa Unë të shakë që në raport me situatën, një të qëtë vjetë për parë të moshë. Ne të dërgua shkrezë pare prefekturës, apo ja. Ali, tu shikojë që pare parafonsi që administrarë nuk kënë dhe tyre. Dhe shpetarëve, ndaj ligjit dhe kushtetusë. Në moment që ata në shkërë flagrante, juve, gara juve, a merë një masa, ose ju, pëse si merë një masa ju, ta qojnë gjykatë administrative, të në punës që nuk prezenturë. Dhe pëse në vine për balë, gjyqit, për ne nuk kemi asë, kemi ligjurës, kemi strukturë, kemi vërë, zërë e vëdë punë. Dhe levat të strukturë, ato ta kanalizojnë, atë në punës që nuk rrë të tyre në gjykatë administrative, ose në penale. Pa bëni ju, jo ne. Pse mos ta bëjmë ne? Se ne jo I dashur. Nuk do kështu. Sepse atëre cënohet ajo autonomia jote. Jo ne po ta bëjmë. Edhe ai thotë, I dashur këshilltar. U zbrita bordë dhe më thotë, po ju si prefekturë, se detyroni atë këshill. Si mund të detyroj institucioni qendror këshilli, ushtrimisë I pavarur? Absolutisht jo. Absolutisht jo. Nuk e detyroj dot. Shumë qëri qendror nuk e detyroj dot, nuk keni bashkiak. Po ti thoshe këshilli të shmbetur sa shkretar Po, disa herë, ka përsëritur. Jo lutem. Jo ashtu. Jo, e kemi për detyrë, kemi para vërtetë. Ne kemi për detyrë. Shiko, ne të përcjellim situatën ty. Po, Si kemi për detyrë. Jeti e që bëndë një marrit. Ta e ti në thash me në gjyqë, po jam privat.
Jo se bre, e institucion. Po pra, E si institucion do ta tani qenë. tjetër ka punë juristi. Po, si ka institucion. punë juristi. Edhe institucion. Me shkollë, dispozicion. Edhe bashkia së private është që të mos të vini për balë prefekti. Tani, Do të po, mbaroj, ja ta mbaroj që li. Ale, unë sugjeroj dhe propozoj për shumë dalë nga një situatë me bashkëpunën e marrëveshje. Me gjitha me fjalë figurat më thonë që janë me të lloj mos marrëveshje, se s'mund të them vlerësi. Ule në unë, dire, Ne bashkëbisedim se në fundit u ditë nga prefektura, me prefekturën e prefekturë. për bashkëpunim erë dhe sot. Da jeni sanaj, Të lutem ta dhe mbaroj. shpërtia ka njërtu dhe për të Të bëjmë një rambujem me ndonjë. të bëjmë një letë të kryetari këshillit stabilit të bashkisë. Kryetari funksionarë më dhe kysh të janë gjithë të rejë dhe ose kryesia e këshillit bashkiak. Ose kryesia bashkë se dojnë ata zirë në shërbim komunitar. Ai zoti, ai shkruan gjyqin. Okej, dakor, Xhevi, faleminderit. Jo lutem. Faleminderit për fjalimin që vajtët. Unë dua të falenderoj edhe një herë nën prefektin për pjesëmarrjen e tij në këtë mbledhje. Shpresoj që unë realisht do doja që këtu pranë nesh të ishte prefekti, po në pamundësi të tij, erdhi nën prefekti dhe çdo gjë që u tha dhe që u fol këtu, do t'ju vej dhe besoj do marrin ato sa të shkojnë nga ana juaj, besoj do merren ato masat përkatëse. Edhe një herë të falenderoj për pjesëmarrjen. Uroj punë të mbarë. Edhe inshallah u zgjidh Edhe ky problem që komiteti të marrë apo gjithë ato. Po të zbatoni. jeni nëse do të rrini në mbledhje, nëse doni e di si do të Shkunduri u prefekturës me si vazhdor zbrisni këtu në teren, komunikojnë me gjitha figurat dhe të zimë situatën shërbim Prefektura është si mas ligjit. Pasaja, Është okej si mas ligjit. Edhe Edhe përgjigjeve tuaja zyrtare, ligjore, dhe përgjigjeve Edhe prefekti që ka qenë zënë sot gabim ka bërë që s'ka. Jo, Ka kaluar 4 muaj edhe qytetar Korina di. Nuk mund ta E ka mu fajin potë, në shkojë mund. E ke fajin potë shumë ti. Nuk e gjikon do të ashti aso. Po jo, me Uroj se të sheshe. Prefekti janë mu tani. Janë mu prefekti. Unë do asita Unë situatë. të marrë në emër të Unë e më nësë një komuniteti e do të situatë. Edhe një herë e falenderoj për sa i përket edhe një kuftemi tek rendi i ditës, për sa i përket dy pikave, pika 3 dhe pika 4, për cilat i përkasi i fondit të kushtëzuar nga 6%, kurse pika 4 ndihmës ekonomike, nga fondi i bashkisë, përsëri s'kemi çfarë vendimi të marrim, se të duhet ishin prezent te projekt vendim dhe relacionet përkatëse, kemi thënë shumë herë këtë gjë. Dhe Se mos marrin vendim që në sjellin që ta marrin vendim. Duhet brenda fateve, siç e bashkon ligji, të dy pikat. me Shkret, jo vendim këshilli. marrim vendim Sipas ligjit sjellin këta. Ato janë vero këto. Jo, Janë vero shumë vlerë me sojguar. Nëpërmjet sekretarësisë mos e plasë. Po prapë gjithmonë janë bërë. Edhe në bëjë. Profesor, nuk tash bëj kërkesë, bëj vendim. Çfarë vendim? Sipas ligjit, ta që kaj, jeni detyruar të na sillni këto. Ai se zbaton. Ne mos e zbatoj, Merë vendim çfarë. Bëni projekt se di ku mbështeten me di këtu. Po neve se detyrojmë të kryetarin e bashkisë apo pola. Nuk e detyrojmë. Ta dhe mund që Kush e detyron? Ligji 139 aksion 2015. Ka jemi në autonomia apo pjesë mbështetje. 62. Ne këtë kërkojmë nga kryetari i bashkisë që mos do bënet ai jetëtarave. Edhe ne tani të mos marrim rolin aty. Jo s'po marrim. Unë mendoj që bazuar ligjin. Ku është? E urdhëron ti? Nuk vazhdoni. Po mirë ta dëgjoj. Se duke si më bëjnë mëra kalamasha. Se s'po merrem liresh me një Unë them që për pikën 5 dhe pikën 6, që një është raportim për qëllim hartimin e projektit, jo, për problematikat dhe për veprimtarinë në njësinë administrative,
Dhe pika 6 kërkesë për qëllim hartimin e projekt buxhetit për Këshillin Bashkiak, që kjo është nga kërkesa nga zonja Edmonda. Tani, të dy këto pika. Unë mendoj duhet bëj një vendim për secilin nga këto. Të lutem Hoxha. Sepse të dy këto pika nuk janë në qejfin e administratës të zbatohet. E para punës kjo kërkesë që unë bëj është që e bazuar në ligjin 139, ne jemi për kompetencat e Këshillit dhe kompetencat e kryetarit të bashkisë. Dhe thot një pikë. Kryetari i bashkisë dhe administrata është i detyruar që të sjellë gjithë informacionin që i kërkon Këshilli. Ne do ta bëjmë vendim, do t'i themi, bazuar kësaj zotëri, që të kemi bërë kërkesat ata që kaq, e ke vendim, po deshe mos e zbaton. Tek të dyja këto pika. Dhe tjetra, administrata duhet marri dhe duhet ta shikojmë pastaj këtë gjë, komunikojmë dhe me